popullore thot gjua vetë aty ku dhëm dhëmbi, po ne kemi shumë dhëmbje dhe një nga dhëmbjet e mëdha tona është edhe sistemi shëndetësor, që nuk do dhe nuk do të shërohet me gjithë reformat, investimet dhe bashkëpunimet me ndërkombëtarët. Dhe pikërisht për këtë pikën e fundit do të vi ta flas një ekspert e fushës, një zonjë grua, infermierja jon. Ma shpet se kam një pacient me vizitu. Qyqa, si e vizitohu ke pacientit i pa i bo 20 dit në spital? Ma nuk... Ma nuk ka si gjo pacienti, nuk ka si gjo, një gjilpon i ke shpia. Ka dan me pëdil ke si për shefi ti. O shefi e masa ne vjen doktor Rjori, më na hish lekët për durës ti ne. Ma është mjekësia falas. Po mjekësia falas është, po pacienti është me lek. Ku ke marru ti? Unë ka marru shkolla në Itali, ka marrë me punu Shqipëri, si shqiptar. Pa ty të pas kënë su, keq ti pas ke marru në kishë, la. Një gjo, motrën tate, ty shpegoj motra jote, ty ca regla. Pacienti kur të vinë në spital, duhet të japi 200 shefit, që të vend dispozicion doktorët. Ma është mjekësia falas. Po, mjekësia falas është, po pacientin e kena me lek. Do japi 100 për atë anestezistin që ta maj turbëll i herë derisa ta hapi mirë qesën pacienti. Ma është mjekësia falas. Po mjekësia falas është mëse më të shmene, po pacientin e kena me lek. I duhet e një krevat marinari për shoqërusin e pacientit. Infermierja qa punë e bo? Infermierja shuka i punë, se qa halli keti. Ere mëra bokshu, more vesh? Po kjo është skandaloze. Po rogat jon e në më skandaloze. Që boni gjithë ju që vini prej shtetit. Kjo sistemi jon, po të pëlqeu, hec. Ma qa sistemi është këshu? Kjo është sistemi kap qatë kapës dhe në fund majt. More vesh? Ma është pacient, është njeri. Ma na bokshu, e në mu mos më tregohat e italinti, se nuk vle jeta një italioni, më shumë se sa jeta një shqiptari. Jeta një shqiptari është më e shtrenjtë, se italionët i gjenë me shumic, kurse shqiptari laj thaj këto që kem pavionke, me këto dhe nëzirës rogën. Mamma mia, a është mjekësia falas, a? Po mjekësia falas është mëse më të shmene, po pacienti është me lek. Po unë ka marru shkollën në Itali, si shqiptar, 20 vite në Itali, ka marru shkollën, ka marrë me punu në Shqipëri, për vendin tim, për shtetasit e mi, edhe unë nuk do marrë lek. Ta gërliku mofti, nuk do morësh lek. Ti s'mer lek, po shefi do ja japësh nga gjepi, jo të lekot. A është mjekësia falas? Ore një moni i qik, mjekësia falas është, po pacienti është me lek. Mamma mia, no, nuk bëhet shu, nuk bëhet shu. Ike si të